Paso në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Paso, si çdo të premte takohemi në orën 18 me Edi Manushin. Mirëmbrëma Glen, mirëmbrëma gjithëve. Doktorin e Dental Med Mentor Zeqen. Mirëmbrëma direktore. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Jemi live në Top Albania Radio, po ashtu dhe në digital në kanalin Sport News. Sot, ose më saktë, këtë fundjavë na pret një fundjavë e zjarrt me futboll, me Formula 1 në digital. Do të flasim sot për shpërthimin e Parisit që eliminoi skuadrën favorite Liverpoolin. Anglia ka publikuar sot listën e kombëtares dhe ka mungesa të mëdha. Por sot do flasim edhe për Champions League-ën, pasi askush nuk e di sot nëse ka patur një prekje apo dy prekje në penalltin e Julian Alvarez. Por sot e fillojmë kështu. Que está acá presente, vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto, ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta. ¿Qué te dijo? No hablé con él, si me fui solo a caminar por ahí atrás. Kush ka parë dy prekje, le të ngrej dorën, thot Simeone. Kush ka parë nga ju dy prekje, ngrej dorën thot. 3 prekje kam parë. 3 prekje. Jepi si pe 3 prekjet. Një deklarat, një konferencë shtypi jashtëzakonshme Simeones mbrapa ndeshjes. U përshifja disa nga kanalet spanjolle që mezi po prisnin çfarë do thoshte Simeone pas ndeshjes. Sepse të gjithë e dini do ishte zjarr jashtëzakonshëm, mbas asaj që ndodhi duhet të jetë një rast unik, mendoj, në futbollin botror, në historinë e futbollit, që të skualifikohet një penallti, pra të anullohet një penallti për një gest të tillë. Domethënë është jashtëzakonshëm edhe me VAR dhe me çdo gjë tjetër. Domethënë UEFA ka bërë dhe reagim një ditë mbrapa, prap njerëzit janë pa qartë. Ore, kishte apo jo dy prekje? UEFA tha zyrtarisht që kishte prekje dhe anullimi është i saktë. Po UEFA se shef vota. E pa, Ore ti pe pamje me gjitha mënyrat. Sot e dje Bardie Çfarë kanë pas vërtetove? 1 milion lloj pamje dhe më duket sikur vetëm një prekje është. Sot kam pa dhe mënyrën e goditjes se Julian Alvarez në stërvitje dhe kudo ai pas ka shumë vetëm këtë lloj goditje gjithmonë. Jo, që vë mbështet këmbën shumë afër dhe bën atë goditjen. Edhe stërvitje bënte këtë pa fund. Edhe penalltin në këtë mënyrë. Pa shpërsitur nga gjitha anët. Tani imazhe janë. UEFA ka sjell zyrtarisht një përgjigje e Atletikos Madridit me një imazh që të shoqëruar me një imazh që atë unë se di se ka dalë një imazh, po atë se pa gjatë nëse kena pas sekonde atë ishte sikur lëvizte pak topi. Që duket sikur ai e prek topin, po nëse kena parë, unë çdo imazh që kam parë duket që ai se prek fare topin. Nga ato që kam parë. Tani pas kemi qenë mirë pa VAR Manush. Ideja është kjo që dëmtohet ndryhet në një kompeticion të rëndësishëm në një moment kyç, në një gjë të jashtëzakonshme, pra ne të Glendi që ata tani thonë që ne do e rishikojmë këtë. Po çfarë sa para kjo i mbaroi, po puna është që çështja është e tillë. Në një vend thua do të them diskutimi i gjë. Në një vend ishte thembra para jave. Më vonë do të një gisht, një maj gisht ja thoi një gjë. Tani del kjo historia e prekës, njerëzit nuk janë të bindur se ti te po shkoje, po e çoje varin drejt asaj të transparencës madhe që do bëj interpretim si në NBA. Do të thuaj shikojeni, ata shikojnë bashk, ti thua 100.000 vetave, ata bënë atë ditë. Ata shikojnë bashk, shikosh preka parë, shikosh preka dytë. Ta bëjnë me njerëzit. Ne kemi shumë vite që në futboll Gzim dhe gabimi arbitrar gjithmonë ka rënë nga krahu. Nuk është gabim arbitrar do Manush, ky është çështje sistemi. Jo, gabimi arbitrar duhet. Atë që nuk shohim ne dhe që shohin vetëm ata, kjo është maskalliqet e fundit që i kanë ngel futbollit. Çështja është e tillë. Po të gjitha favorizojnë skuadrat e mëdha, pra ky po një arbitër nëse do donte ta favorizonte, domethënë shohim dhe çik bëjmë avokatin djallë. Nëse do donte të favorizonte Real Madridin, nuk ngeli ke te penaltit për ta favorizuar në fund. Çdo çast në Champions, në çdo çast Champions League është fatlum, kollonar. Nuk thuhet më kështu, nuk duhet lënë. Po mirë tani vëm pak dhe logjikën. Vëm pak dhe logjikën. Puna është ajo që më shqetëson më është që kur ka gjithmonë një dyshim për një rast, anohet gjithmonë nga Real Madrid. Kjo është çështje, gjithmonë. Po kjo pra ata nuk penalizohen asnjëherë. Kjo domosht ose është fat ose nuk e di. Ka prepotencë një skuadre të madhe. Autori është Glendi, po është histori shumë e bukur e varit. Se ne kur pam të Julian Alvarez tash mallkuar qof vari. Si ajo mallkuar qof Ferra, që tani ata e mori Bekimin Ferra. Mallkuar qof vari, dhe më kujtoi një histori që ka ndodhur të ditë Manush. Në ndeshjen Tirana me Vllaznin, Tiranës janë anulluar 2 gola. E di ti pse di? Me VAR. Dëgjova diçka. Edhe u mërzit shumë presidentin e Tiranës. Mas neshës ja fut vrapin dhe hyn direkt ka autobusi kishte derë në hapër, çfarë thot atyre varistëve të varit. Bam. I shau një 5 minuta, kur pushoj, një nga ata çundi tha,
O presidenta, ne jemi regjia, ta varjesh atë muzikë tjetër. Ju janë në regjisë Gjorgji. Po çfarë diferencë ka vari me regjia? Jo, ajo Çam edhe kur se zhvarri. një tjetër pikë debati është për shembull ky reagimi i UEFA-s. Që UEFA thot, Alvarez e preku 2 herë, vendimi i arbitrit ishte i drejtë, por ne do ta çojmë të rregull për ta ndryshuar. Atëherë kur vendimi është i drejtë, ti pse do ta çosh këtë rregull për ta ndryshuar? Pra, vetë UEFA në mënyrën se si ka reaguar, ka lënë një kap për brenda saj një lloj keqardhje, ka një peng. UEFA tani nuk është organizata nga organizatat më të ndershme në botë, në 8% Nuk e gjykoj këtë. Sa del himni i Champions League. Hajde analizojmë deklaratën. Pra deklarata thotë, në gjithë botën. është e drejtë vendimi, po ne do ta çojmë ta rishikojmë këtë rregull. Pse do ta çosh ta rishikosh rregullin kur vendimi është i drejtë? E dyta, një nga, po pse do ta rishikosh? A është gabim? Sepse era parë na ndodh në histori gjë si kjo dhe kur nuk shef qëllimshmëri në prekje të dy fish të topit, po shef një gabim njërë Po këtë reagim do ta bëj Atletico, që është skuadra e dëmtuar në këtë rast. Ata do të thonë, ne do bëjmë një ankesë, do t'i çojmë i fabit asaj shoqatës që merret me rregullat e futbollit. Ora si duhen rregull? Atletico s'ka dyshim do rregull, Atletico ka dhënë se desha një ankesë. Ora iku. Desha përsëritë më iku. Asnjëherë nuk. Tu mbaron Atletico çoi ti halli, nuk i duhet Atleticos të ndrojë rregull. UEFA tani thotë që në të ardhmen do ta ndryshojmë të rregull. Do flasim me FIFA për ta ndryshuar të rregull. Thotë edhe një gjë tjetër. Edhe thotë pse dihet faj. Po pra, edhe një gjë tjetër që u duk në pamje, sepse thonë që lojtarët e Real Madridit bën presion arbitrit. Dhe mbas presionit erdhi vendimi i Marciniak për ta anulluar golin. Po ato lojtarët ku e pan atë se ato ishin. Mbappé ishte i pari nga disa pamje që i shkoi arbitrit 4. Është një arbitër që rri afër 2 ekipeve në mes të fushës. Ai i shkoi afër atij, thoshte 2 prekje. Domethënë duket që kishte një lloj presioni ndaj atij. Dhe pastaj se si u mora i vendim, nuk u kuptu fare, vetëm kur doli grafika pikë kuqe. Dhe ky Mbappé na doli dhe ky boss nga ata gjimo çiftet. Si dhe qoftë Po të rim pak e ndeshje, si e pati ju derbin e Madridit në gjithë minutat e veta? Ja, unë isha kësa radhe pro Atletico Madridit. Mënyra se si ato ishin vendosur në fushë, po nuk jam specialist, më pëlqeu. Ishte një ndeshje shumë e rivalizuar. Reali si gjithmonë fiton në fund dhe duhet marrë pjesë pastaj në finale. Dhe të bëj atë që bën gjithmonë, po që nuk kisha qejf shifsha një herë dhe pak më shumë fat ndoshta nga Atletico Madrid që të dilte. Ti doj që të avanconte Atletico, domethënë. Personalisht po, sa radhë. Po tani bëhet më i rrezikshëm Reali, si mendon? Tani duke kaluar një pengesë të fortë, sikur merr pak fuqi gjithmonë. Po jo, pengesat e forta i ka akoma përballë, s'ka marrë. Atletico Madrid nuk ishte më e forta. Nuk ishte më e forta. Po ka ato që do të ketë. Ka Arsenali. Po. Pastaj ka atë në fund fare luhet për finalen. Finale. Ajo është e rëndësishme, nuk kanë vlerë. Unë është kur të shkoj. I dyti është humsi më i mirë, ato nuk ka vlerë fare. Para ca vitesh në Madrid edhe morëm një taksi. Edhe ai shoferi taksis na shpjegonte ku ishte sheshi. Gjithmonë historitë me taksistë. Sheshi që festonte Atletico Madridit dhe ku ishte vendi ku festonin ata. Dhe i thamë ne, të dy sheshet peshojnë njësoj, thamë ne, ka fest më të madhe këtej. Na qëllon të fitojmë rrallë dhe i bëjmë më bukur, më me zjarr, më pasion, më me ndershmëri tha. Ta nuk janë të ndershëm tha. Ne na tregojnë të çfarët tan tha, që nëse ndodh diçka kur ne luajmë me ata, ta gjithmonë ata fitojnë. Po dia. Është, domethënë kjo histori është para disa viteve. Tani më kujtohet që sa herë që ndodh ndonjë gjë përfiton Reali. Kur thot Tori që do doja ditë një Atletico, do kishim dëshirë dhe neve të prishë një herë këpun. Po, se të prishë një këpun, mos shtitet më fare pas një histori tjetër. Po si zgjedhjet në Shqipëri që Reali ka një histori në futboll shumë çuditshme, se na kujtove na soi në kujtime të hershme. Ti mbaj mend kur Gjanieri i vogël fare, shifshe një finale kupash atëre, Real Madridit. Dhe këta çunat më të rritur të lagjes më men atëre Rydhi Pelushi me këta thoshin e shef të skuadër, kjo i ka bluzat premëndafshi. Kjo është skuadra më e pasur në botë. Edhe më erdhi një lloj suggestionimi ndaj Realit Madridit. As ka filluar akoma as studim as gjë atëre dhe thonë ç'a janë këta. Fillova me një gjuhë pastaj Radio Spanjën se si flitej për Realin. Reali është një institucion sportiv i krijuar me shumë mishtri në Spanjë, ku mba brenda
regjimin asaj kohe ishte pak emblema e gjithçkaje. Prandaj them që gjithmonë kur kishte arbitra rus, Reali mallkonte. Se arbitrat rus gjithmonë kishin një ide që i penalizonte për shkak të ideologjisë kohës. Flas për edhe kjo se pengoi. Po kur filloi një periudhë gjatë kohë 30 vjet Reali smori një kup kampionësh, e ka kërkuar me Mendozën ato ai presidenti i Gjorë. Ato thoshin la decima, të 10-ën. Për të La decima që pristin po, se kalon nga 66 deri në 30 vjet pa marr. Edhe çdo vit deri në kaçë skuadra që kaluar në 4-shën e Kupës së Evropës më shumë nga të gjitha. Po mbas viteve 2000 iku ndoshta mbas 2010-s, tamam. Kapitalizmi që erdhi në futboll i erdhi për shtat Realit. Sepse çan ndodhte? Këtë do Reali, që fitonte ai që është më i pasur. Më përpara fitonte gjithmonë ai që është më i pasur se del Syleshi rus arbitër. Që nga koha e Johnsonit në Europë kishte më shumë ekuilibra dhe ishte më në favor të klasës punëtore gjëja. Ka qenë Sampdoria finali Champions League. Porto, Rafi Barnin tani kjo. E di çfarë tregon kjo Manush që sa më shumë i pasur ai i pasur i fiton, apo atëherë ja vutë. Di çfarë tregon kjo? Fijet e padukshme. Kjo po shkon për herë, si ka fijet e padukshme të pushteteve të mëdha në futboll, arrin ke arbitrat. Sa tregon kjo? Po kur ti sa arrin në një ndeshje ti ke. Ata janë marrë me arbitra, si Reali, si Bayern, si skuadra trajtarët më të mirë në botë. Ekipet më të mëdha, Juventusi. Ogzim, ke Mbappé, ke Vinicius, ke Rodri, janë trajtarët më të mirë botë. Që në 90 minutë mund zgjidhin me këdo. Reali mund të shkojë finale shumë kollajma se i 10 minuta futbolli i vërtet i duhet Mbappés, edhe ot merr një penallti ot bën një gol. I ka elementet, por kur një skuadër është shumë të pasur, nuk i mjaftoi këto për të ndjekur objektivin e madh, që është objektiv kapitalist, është objektiv shitje bluzësh, është gjithçka më e madhe se çfarë mendojmë ne këtu. Futet një kleckë e vogël dhe mund të vinë një orientim aty arbitrit. Teci Reali, kaq që mund t'i thonë aty. Duhet Teci Reali që vini vetë. Po i ndodhin disa gjëra që janë pa kuptimta, sepse ti thua Reali është skuadra që ka fituar më shumë këto vite. Po themi në 15 vitet e fundit. Po pra. Është skuadra që ka fituar dhe do të ndryshojë sistemin. Sistemi është gjithë me ata dhe ata prapë duan të ndryshojnë sistemin. Jo, ai do të fitojë, se do të ndryshojë sistemin. Po ç'ta ndodh më kurse ti e di më mirë nga të gjithë. Reali Madridi tani Bayern, Liverpool, Barcelona mbajnë kuriz hotelet me pysyje të FIFA-s dhe të UEFA-s, këta i mbajnë. Ai s'do të më të paguaj. Dhe rrogën e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, kush ta pagu ty? Ato 300 mijë. Kampionati shqiptar të futbollit të pagu Reali Madridit. Ai thot, pse të mbaj kurizun një 30 burra barkundhej si këta? Hajde thot ai Al Kalefit, hajde ti ulemi bash po. E shesim drejtë televizion njëri tjetrin, i ndajmë lekët bashk, bëhemi më ç'na duhet ne mbajmë 600 veta, se dëgjova një intervistë ku thoshte presidenti, e gjeta me 6 veta, tani ka 300 veta. Po ç'a bëjnë 300 veta? Mund të thosh ti mund ç'i duhet 300 veta? Si po duksi, si sheshi që pashë të sheshi bashkisë. Kishin dalë gjithë. Administratat fryre, deep state, ka ndryshuar koagzim. Deep state. Ka koha e gjërave të tjera, efikasitet maksimal. Sistemi dhe do të ndryshoj sistemin. S'ka pra. Reali vetë është armiku më i madh i UEFA-s për çështjen e Superligës. Po pra, për këtë e thoya. Por ama, ka gjëra të tjera që ndodhin në futboll që shkojnë përtej asaj që duken në sistem. Ka gjëra të tjera që nuk duken. O zotri, e diti kush. Nuk është vetëm kaq, lufta e madhe që bëhet. Vetmi europian që ka hyrë ke zona e Trumpit, ke zyra e Trumpit dhe ka bë Barsaleta dhe Gallat me Trumpin, e di kush është? Infantino. Pse ta them të? Trumpi s'pranon asnjë, duken gjithë europianët, çdo lider i Europës i duket si socialist. Do të hiqeni komunistët thotë ai. I thot Macronit, i thot gjithëve, në bot kuptimin e tij këta janë komunistë. Lëm botën brapa, mbajnë administrat fryra, hiqeni këta, duhet efikasitet. 1 2 3 4 ec. Ky hyri brenda, çfarë the? Forca e futbollit është e jashtëzakonshme. Infantino shkoi atje se do luhet botrori, dhuroi topin. Ai këtë gjë bëri. Para 6 vjetësh e bëri me Putinin këtë gjë, mbani mot paleti që bëri me Putinin. Pra do të them, koka e mafias botërore është futbolli. Në 78-ën, kur Argentina ishte 1 milion hadhe, e diti kush e hoqi lagun nga fytyrë e Argentinës? Botërore, fitoria. Avalanche që çoi futbollin atje. Aty vriteshin nëpër bodrume rini pafund në Argjentinë, desaparecidos, histori e frikshme. Po, është vërtet, po. E kapitalistët e ndyrë të botës i dhan Argentinës kupën e botës. U harru gjithçka, nuk flitesh asnjë për jo, nuk u vran ato ditë. S'u vran ato ditë fillon hallet nesër. Jo, ato ditë nëpër bodrume, ato ditë nëpër bodrume është Bornami, ato ditë atë muaj 78-ën. I ti mbanon pastaj lëvizje që dilin gratë kërkonin fëmijët e tyre ishin zhdukur, kishin nga avioni. Dgjoj se më kujtove një ide të bukur Manush. Çfarë do të them? Do të them që organizatat që drejtojnë futbollin nuk janë shenjtore. Neve ato luajnë në një ndjenjë fort se futbolli është gjë më e bukur që ne kemi. Po kene si futën do tentakulat, se në atë kohë në komitet ishte edhe njësi me di Bushati. Pra kishte një lloj barazie, merre një opinion një gjë. Sot s'ka, sot më i forti, vol ligjin, mirupafshim.
Ta themi një reklam se ka presidenti reklamës ato. Manush, mos e thuaj reklamën. Para se se ta Infantino vajti hyri ke Trumpi, edhe ky joni mund shkoj një ditë ke Trumpi. Avash se çka ka nisur. Presidenti jon. I futbollit, se vajti i futbollit këtë të po jo ai reklamën tjetri e zgjerimit. Super presidenti i futbollit do Po, gzim. për dukën. Thashë the ai tjetri, se ai tjetri se vështirë ka. Tjetri nuk afrohet, po do afrohet ky tjetri. Do këtë mbaj dhe ky do bëj xhonglim me ke Trumpi, do bëj për të qeshur, sepse ka takuar atë, si ka, çfarë ishte ajo? Komisionare e zgjerimit. Si ka kjo protokollin, tamam. Ajo që ishte këtu. Se tash unë Marta Kos. president futbollit takosh ti komisionerin e zgjerimit evropian. Tha njëri mos do zgjerohen gjë fushat. Se ti tash po ne kemi edhe njerëz stadion çati zgjerohen. Ne na ngushtu dhe ky takon zgjerimin. Zero tribuna. Ti u them pak se si ndryshojnë tani përqindjet e favoritëve në Champions? Mbas turit që u zhvillua tani, 1/8-ave, në Champions, favoriti kryesor për të fituar trofeun në fund është Real Madrid me 18%. Barcelona 17%. 22% shtoja nga arbitrat. Barcelona 17%, Interi 17%, Inter. i treti, pra bashkë me Barcelonën. Pastaj është Paris Saint-Germain dhe Arsenal 16% dhe me radhë Bayern 11%. Nuk e di pse Bayern është kaq poshtë në renditje. Pastaj është Aston Villa, Dortmundi skuadra Do fund. vë 5000 lekë për Paris Saint-Germainin këtë vit. Ku vjen këto? Se këtu janë mbyllur këtu. Nëse Parisi luan si me Liverpoolin Manush, Arrim pak te Paris. vetë unë 5 të tjera, si për E di çka ka Parisi, e ka pas gjithmonë, po Parisi është e vetëm skuadër që mbefason me Stolin. Ata kanë stol rezerva lojtar, se ne nga që ndjekim më pak kampionatin francez, sepse preferoj duhet Superliga, nuk shef dot Paris Saint-Germainin me Lille apo. Nuk e di, kur shoh ato lojtarë në stol them, po pse nuk i mban që në fillim ky? Nuk i mbaroi resurset dhe ai është kam një çik frikë, ai është stil Arsenali, ai lloj trajneri. Ka një fenomen. Se ashtu si mund të bëj gjëra të bukura, ashtu bën një apati dhe mund të psoj në herë në një gol. Kështu që me skuadrat me shumë eksperiencë kanë frikë që Parisi është ka fytyrë Luis Enrique Manush tani. Parisi vetë ka marrë një leksion të madh historik këtë radhë. E ndërtoi ekipin atëherë me shumë harxhe, po themi shqip, me sulm stratosferik, me Neymar, me Messi, me Mbappé dhe s'morën gjë. Ekipi thjeshtësohet, janë gjithë njerëz që vrapojnë, merr dhe Kvarazhvelin, që është lojtar nga më tribluese, më inteligjentët që është përshtat shumë mirë atje, dhe ekipi tani thonë që është Paris tjetër, është Paris proletar. Nuk është më Parisi i yjeve. Dhe ky Paris, domethënë, ai Arne Slot mas neshës tha unë s'kam pa ekip më të fortë se këta tha. Ne kam bën ekipin tonë të zvogluan dhe i dhan për masa të tjera. Unë se kisha parë Liverpoolin dot ashtu, kurse portieri i Liverpoolit tha nuk asnjë ekip tjetër nuk më ka detyruar të bëj aq shumë pritje sa si mbaj mend. Po pra. Do të kupton, pa është ajo këtu aty. Ata provuan- Ka siguri ky ekip të luajë atë futboll qëndrueshëm Nëse gjithmonë. përsërit Tani flamurën e mban Dembeleja. Çeshtin tallëshin atëre, tani Mbappéja e ekipi është Dembeleja, që triplon, prish ekuilibrin e mbrojtjes, pjesa e dobët e tij që nuk shënon. Ata provun një strategji me yjet. Pra morën Neymar, çka kishte në treg më të mirët, Messin, Mbappén, nuk fituan gjë. Pastaj Mbappé i tha hiqi këta se unë nuk luaj dot me këta. Jo që ata ishte vjet Mbappéja nuk fituan dot prap. Tani kanë dhënë besim trajneri, thonë ma lëm mua skuadrën, thotë ai, ta bëj unë si dua unë. Dhe sot ka përveç Dembelés që është një lojtar i jashtëzakonshëm, është sot në vitin 2025 është shënuesi më i mirë në Europë. Për gola që ka bërë në 5 kampionate më të mira në Europë, është shënuesi më i mirë. Dembélé. Dembélé. Pra më shumë se Lewandowski, më shumë se Harry Kane, më shumë se të gjithë. Imagjino çfarë futbollisti është kthyer. Dhe ai është lojtari që ka kushtuar Parisit më pak nga të gjithë tjerët. Ai ka kushtuar diçka rreth 50 milionë euro, ka blenë në Barcelonës. Pastaj aty janë shpenzuar para pafund edhe këtë vit. Ata domethënë në një vit e gjysmë kanë shpenzuar gati 700 milionë euro. Vetëm për blerë Kvarazhvelian, Barcola, Doué, Aty është histori lekësh, s'është histori lekës, por është histori lojtar të jashtëzakonshëm, Vitinha, futbollist Neves, një mesfusha që kishte Parisi këtë radhë ishte mesfush. Erza ata nuk pushonin. I bëri çudi dhe kapelës mbrapa ndeshës ku ishin këta futbollistë si kemi parë një herë. Neves dhe Vitinha, dy të vegjël ashtu. Po shumë të shpejt, shumë të shkathat, nuk e dorëzonin topin. Kështu që besoj që do jetë një Paris shumë i bukur edhe për ta parë se si do eci në me këllon tani Parisi me Parisi luan me Aston Villa. Luan me Aston Villa. Bayerni në letër kundërshtarë si let, po gjithmonë ka rreziqe. Reali luan me Arsenalin. Ka rreziqe Reali gjithmonë. prap po çfarë fati ka Reali me Arsenalin. Do rrshkasë një futbollist Letë është fjalë kështu po shiko, ndeshjet janë mbas një muaji. Pra pak a shumë i bie data 5-6 prill që fillojnë. Po. Ndeshjet ndoshta edhe pak më shumë, ndoshta 10 prilli tani. Më pëlqen që japin përqindje aq lart Interit. Në një muaj
Arsenali mund të rikthehen disa prej futbollistëve. Mund të rikthehet Saka, që është lojtar shumë i rëndësishëm. Havertz nuk dihet, jo, nuk besoj Havertz. Po të paktën Saka mund të jetë një shtys më shumë. Ndoshta edhe në një sulmues Martinelli, këto futbollistë të tjerë. Nuk llogaritën e rikthime në situatë Champions League se është lojtar i rëndësishëm. Do të kesh 4 gjëra që ajo këto lloj skuadra të qit një nga stoli ai që ti habitesh ja fut me Saka me të gjitha. Ideja është kjo. Në pamjet parë, nuk e dim si rrjedh ndeshja, është që ka një super ndeshje për të pasur, edhe Arsenali, pse më bezdisin skuadra si Arsenali me ata lloj trajnerësh më bezdisin. Unë do vdisja që Arsenalin ta merrte një italian më vëlla nga këta tipat që din mbrohen, din fitojnë minuta, din bëjnë pisliqet futboll, ato që ne themi. Jo, ato që themi ne pisliqet futboll. Këta janë ti mësosh futboll në pistë aty. Këta janë lirik, delirojnë, kupton? Se kuptoti çfarë bë Mbappé 10 minuta e fundit atje? Me ata aty, e kuptoti që një hapësirë çfarë ndodh atje? Apo si janë ato hapësira tani se ata janë tipa Megjithatë, unë them që ti thua për Inter, po unë them që Barcelona meriton përqindje pak më të lartë. Barcelona është nuk e di pse nuk po i jep shumë besim analistëve në kualitetin që ka këtë vit. Barcelona nuk ka di pse s'ka. Ata nuk flasin vetëm për këtë sezon, ata kanë parë gjithë këto vite. Barcelonës është, do të thënë, është Pedri, që ti shef Pedri. Po ata trafin shumë kollajme, ato ti bën 3 gole as ndje fare. Të rrethojnë ata 5-2 metroshë të rrethojnë Pedrin, ai gjen hapësirë me frymë. E bën një herë, e bën 2 herë, e bën 3 herë. Po ti duke pa televizor ndjen që të mungon frymë aty. Imagjino ti tjetrit. Ai se ka një makelele ku të mbështetet, i kanë thënë gjithë jetën. Ka pas Barcelona më e mirë, si ka pas një lojtar Yaya Touré. Ka pas mbas se Touré ka pas një tjetër, gjithmonë ka pas i gjithë gjatë me ngjyrë aty që mbështetet topi i Iniestës dhe këtyre. Po e mbajti gjithë jetën e vet, do vinë këto Valverdet me shoku si të grinë ata. Çfarë Valverde ata 2 herë kanë bërë 9 gola. Po 9 i bëjnë prapë inshallah do zoti. Po kur si qysh tek. Do e vazhdojmë diskutimin për Champions dhe për kompeticionet e tjera europiane. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi. Shumë pak është vlerësuar Bayerni. Me që jemi ke Bayern, po një ndërhyrje. Po patjetër. Se është i vetmi vend ku teknologjia, cilësia dhe çdo gjë takohet me hollywoodiane. Ne kemi gjithkohë që themi hollywoodiane, ju dini për çka ka fjalën. Po lënda e parë kësaj hollywoodiane na vjen nga bota gjermanike, Gjermania, Austri. Jam i sakt doktor Zeqa? Kam lënda e parë dental medit kanë fjalën. Lënda e parë, po ata që e bëjnë këtë gjë janë Shqipëri të gjithë. Jo, se diskutoj, po si lënda e parë. Po, e faceta të gjëra. Ivo Klar është. Desha të bëja një takim midis Bayernit, hollywoodianës dhe dental medit që na vjen dhe kjo me surprizëria dhe falenderoj që kemi partner sot këtu këtu. Prandaj jemi edhe gjithmonë suksesshëm sepse. Mërzit doktori se nga që ndjek Bayern. Jo, unë jam mërzit sepse ti më nxore Interin përpara. Tonë dhe kështu thot të gjithë interistët do është një faqe që në mjet të dhënave 1% më shumë kam power ranking që më nxjerr Bayernin përpara Realit. 11%? Po, në krahasim me Realin, më shumë që është 18%. Se di pse kanë kaq pak besim te Bayerni që mund të fitojë. Bayerni si vjetshëm është për të pas një desi kjo. Doktorin e përmbysë. Mënyra se si e Bayerni e çmontoi, e demontoi komplet Leverkusenin, lën hapësira për të kuptuar që do të ketë një trend rritje edhe ndeshën në vazhdim, sepse një nga gjërat kryesore që Bayerni realizoi ishin mbyllja e kontratave, ai kishte krijuar një lloj frymë atmosfere aty jo shumë të këndshme dhe mbyllja e kontratave afatgjatë deri në 2029 ose 2030 për Çaman Musialën edhe për gjithë ata të tjerë Kimmich, Musiala, Davis etj. Që mos preken këto bazat e skuadrës. Edhe pa jam ka lidhje Bayerni me kontratë. Jo, kishte një frymë atje. Diçka tore më kujton ai. Rumenika thoshte lojtarët tanë zakonisht edhe lojtarët e botës, lojtarët tanë shpeshherë ankohen para numrin e madh të ndeshjeve. Por ama, kur vin për kontrata si këtë momenta, po të vish ti dëgjoshta, të gjitha pretendojnë më shumë se ç'duhet. Ata se kuptojnë ta që numri i madh i ndeshjeve është kurthi i financës. Sigurisht për kjo është. Ata se kuptojnë ta. Në bazë numrit të madh ndeshjeve dështojnë kontratat. Ata dulin ndeshjet ta dhe shtojnë kontratat. Janë të lidhura të dy ata. Nëse mund të ketë një rrjedh të re Bayerni në fakt mbas asaj paraqitjes fundit të vërtet. Shiko, patën se si u zhvillu ndeshja dhe mënyra se si ato u qasën në fushë, por unë nuk e besoj, unë jam Bayern nuk ka, do të thënë sa dëgjon fjalën Bayern, vjen një anë emocionale të vjen në mendje një gjë që është e rëndë. Shiko, ata kanë një motiv shumë të rëndë, vetë Bayern Munich. Si thoshte gazetari spanjoll, çuditshëm të janë ato fjalët me 100 bashkëtingullore gjithë. Po ju e përmendni shumë pak këtë panel, duke ditë që ka jashtë. Ne Bayern nuk kemi marrë se ç'duhet faktikisht, neve anojmë shumë nga Spanja, nga që ti je filo Spanja. Italia se ka shumë tifoz italian. Ja, po ka tifoz gjerman, po Italia është kritori. Anojmë shumë nga Spanja,
nga Italia nuk kanon shumë tek Interi. Gjiko, Jo, nuk kanoj, Spanja ka shumë, ka dy potenca. Si shikon Bayernin ti nga 8 ekipet që kemi në Champions, ku e vendos ti Bayern? Mos të gjë logjikën e drejtorit doktorit. Lëre emrin e madh. Emri që ka ndër vite, fakti që aty do luhet finale këtë vit, çdo gjë tjetër. Po ti ku e vendos duke i parë skuadrën? Deri këtu për mu Bayerni ka dalë vetëm me emër, pse është Bayern. Edhe me këtë emër ajo zgjulloi se si ishte për 3-0 me Leverkusen. Sot është më mirë Interi apo Bayerni? Sot Bayerni është më i vështirë për të mundur se para 10 ditësh. Sot. Unë them Interi shumë më i mirë se Bayerni sot. Është shumë më i fortë se Bayerni sot. Po Bayerni sot është më i vështirë për të mundur. Bayerni mbas Interi ka një skuadër më solide them. Bayerni mbas Leverkusenit është shumë i fortë për të mundur, shumë i vështirë për të mundur. Po nuk është Leverkuseni i vitit kaluar. Nuk është ai Leverkusen që po ishte Bayern gjithë sezonin pasi shumë bardh, ishte Bayern kompletuar Bayern Champions League-s gjitha kohërat. Shiko, ke Bayerni ka diçka që smërri këtë vit. Nuk shoh shumë pika të forta që janë lojtarë që mund ta zgjidhin ndeshjen në çdo moment. Por ashtu një Musiala, për shkak që është një fenomen në vete, të tjerët janë si me hope. Ai Koman më duket sikur ka qenë si koha e Dembeles e Barcelona, që një ndeshje luante, një ndeshje s'luante. Harry Kane është gjithmonë aty, është nuk diskutoj. Po Musiala është ai që mund të krijojë në çdo moment. Për shembull kur mungon Neuer është ndeshje madhe për të parë. Në gjithë aspektet që ka një shtohen pak halle, domethënë bashkohen dy shkolla, dy gjëra. Interi duket më solide, pastaj edhe trajneri. Nuk ka eksperiencën e një trajneri të madh për ta nxjerrë nga situata. Është trajner i ri me shumë perspektivë, e njeh goxha futbollin, pa diskutim, po pra. Bayerni vlen trajneri. Po. Ke Bayern unë mendoj që pranaj kanë çështë. Vlen trajneri, ka mentalitet tjetër komplet. Bayerni mori një trajner, fitoi e diku nuk e priste asnjëri, e mori 3 trofe me atë ka befasu Zviceranin. Gzime, dikush më ka befasu me Bayernin, Lala. E ma men që një vit Lala ishte ke Bayerni, skuadra B e Bayernit. Po. Më tregonte se si dhe zyra e shtypit, se si Lala përpara se të jepte një prononcim. Po Lala ishte me Mehmet Scholl në atë kohë. Ishin te Bayerni 2. Bayerni 2, një takim me zyrën e shtypit të Bayernit, një që bën Lala ka pa goxha gjëra në Gjermani, tha, ishte nga gjërat më serioze që kanë parë në time. Se ne duke qenë shtypne u hap ke ne po na tregote një prononcim nuk bote jashtë logjike, një xhaket nuk e vishte dot sipas të prerke një rroba qeps që ishte rroba qeps i Bayernit. Është gjë më profesioniste në botë. Roli i trajnerit këtu është po janë një tavolinë trumullakët sa baballar aty të futbollit që dini çik më shumë se një trajner. Kë rasti i Bayernit unë mendoj që është në perfeksion gjithçka. Për momentin duket mirë, megjithatë eksperjenca ka treguar që ekipi italian, sidomos Interi, është gjithmonë një kundërshtar shumë i rrezikshëm për Bayernin. Domethënë italianët kanë rezultuar gjithmonë shumë të vështirë për Gjerman në përgjithësi. Kështu që kjo mund të pikërisht kjo mund të shtojë çik shanset e Interit në Nations League. Por që pra Bayerni ka fanellë shumë të rëndë të Spanja me Holland. Po, të lush kundër Bayernit nuk është e lehtë. Por unë ja thash Manushit. Po pse doktor mendonte që 80% se 80% egzagjeroi tipo. Pse ka 1% kaq madhe tifozësh janë gjermanët që janë në Bayern. Tifozët gjermanë në Shqipëri janë shumë kanë drejt. Po Bayern ka duke qenë se ka një skuadër ka vetëm Gjermani. Duke qenë se ka po tifozët janë me Gjermaninë janë përpasur me Bayern. Duke qenë se ka tifoza gjerman shumë automatikisht ato janë tifozët e Bayern München. Po në raport me tifozët që ndjekin më shumë këto skuadra italiane janë më pak se tifozët gjermanë në Tiranë. Po shikoj skuadrat italiane ndjek do kanë tifozë Interit kur nuk luan Bayerni, në një farë mënyrë. Kur luan Brezili mund të jenë më shumë pro italianë. Po jo, janë edhe historitë e vjetra që Klinsmann, Breme, Matteus etj lunin dikur me Interin dhe ne tifozët e gjermanëve kemi një po jo tifozët gjermanë të stilit tënd janë rol stil Beckenbauer, sa me katër e famshme. Po jo, se nuk janë më aq mos. Po digë Beckenbauer se ke parë. Patjetër, unë Beckenbauerin e kam pasur edhe privatisht. Duket se nuk është kështu. Për shembull sot ti mund të kesh tifozat të Realit ose të Barcelonës, por jo të kombëtare spanjolle. Sigur Spanja s'ka shumë si kombëtare flas. Real Barcelona flasun se kombëtare ku i lë atë Kalaman e vogël Liati në shtëpi që flasin se është i Roy Jan Cruyff janë feta janë kështu fanatikë. Ka shembull tjetër sepse Bayerni ka qenë Gjermania. Ka ato dyja kanë qenë bashkë kur formonin Spanjën. Edhe janë këto lidhje që ka Spanja me Gjermaninë për neve. Ashtu është. Jo, po me që dëgjues keni shumë, edhe mosha një botëror e kam parë në fshatin Kuç Manush. Edhe ultra Anglia me Gjermaninë. Në Kuç bënin tifozi për Gjermaninë një grup. Edhe një burr i vjetër i tha, ju pëlqen Gjermania, s'keni pa Gjermanë në luftës ju i tha. Që i pëlqen në top. Do të thënë, imagjino se çfarë populariteti kanë ata, që në çdo vend ke tifoza me Gjermanë. Po targova fshatra. Fshatra që kanë arsye mos pëlqen me Gjermanën. Bëm një intervistë me Farukun, do ta transmetojmë në javët në vazhdim.
edhe po më pëlqente shumë se ndeshjen me Gjermani i dha Loro Buriçi 2 detyra. E para do mbash Overatin, i tha gjithkohës. Tha aq shumë po e mbaj Overatin, tha sa që sa kur dole jashtë për të lidhur pucën i shkova aty. Edhe pa Overati, çka ka ky që vjen mbas me. E në hata dhe parfumin tha, parfumi mirë shumë, po si ndaje më parfumin. Në momentin aktual dole Overati më thiri ai tha, tani do mbash Nedzerin. I thash, i thash se do luçi futboll për çfarë tani. Ta varro që ta marrë topit bëjnë 2 pasime këtu në Gjermani. Në Europa League Roma u mundje nga Bilbao, edhe aty pati një problem me arbitrin pasi nxori Hummels. Ishte si tifoz me Roma drejtori di të fash koment. Nuk e di. Ishte çikeçar. Pat atë peti atë rastin e Hummels. Roma Simon të dorëzohet në ashtu me Roma, domethënë dorëzohet shumë e vogël, shumë e vogël. Duhet të dorëzohet në një skuadër e madhe me vetë me ndër. Do të thënë se kishte kapacitet kur dilë rrezikon do. Të rrosh mbrava dhe fillon të bëjnë ato hilet vonë lojën topi gjatë. Ato mund të bëheshin të rrezikshme. Vishja sot në futbollin sot me njëri më pak është vështirë për gjithë, se s'është si dikur. Kjo është frika e këtyre spektakleve të mëdha. Roma për shembull tregojnë stadium një civilizim të madh, që mund të ndodhte biletë krahasoni edhe me Liverpoolin, që ka stadiumin më ngjethës. Po. Kur knohet hymni i Liverpoolit. Tani Roma bëri një gjë të veçantë. Për hir të asaj që bëri Roma, ka duhet kishin bërë një paraqitje tjetër. Bën ata paraqitje shumë e bukur, edhe stadium. Me 10 minuta, 20 minuta aqës. Komentatori në radio italian i Romës thoshte gjithmonë nuk komentoj dot, thoshte, më myti zhurma. Nuk kishte një zhurmë gjithkohë. Tifozët të zakonshëm. Roma si skuadër thua. Roma si kampioni stadiumi djeshëm, nuk po themi për ato tifozërinë aty. Po themi për Roma. Ata më them që Ranieri dhe kishte ndërtuar një strategji për të mbrojtë. E dinte që ata do sulmojnë nga gjitha anët. Unë se parë se unë kam vonesë. U fut në mbrojtje të fortë. Po kartoni kuq, ishte i saktë kartoni kuq? Kam shumë dyshime. Ranieri tha ishte i pastër i kuq, po un kam dyshime që ishte kartoni kuq. Ata nuk duhet japësh karton të kuq, po dhe mes fush. Por këto skuadra i fundi mes fush karton. Si përgatisin këto skuadra lojtarët me kart për këtë histori. Lojtari është 37 vjeç. Hummels është me eksperiencë të zakonshme. Hummels. Është çuditshme. Duelet janë tani. Bodo Glim Lazio. Dueli i radhës, Legia luan me Chelsea në Conference League, pastaj në Europa League do të jetë Tottenhami me Frankfurtin, Rangers Bilbao, dhe u kualifikuan dhe Rangers i Nedim Bajramit me Mourinho në penalti. Dhe Lioni luan me Manchester United. Këto janë duelet e Europa League. Rangers i prap Bilbao, Rangers i më mirë se Rangers. Në Conference League Legia me Chelsea, Betis Jagiellonia, Celje Fiorentina dhe Duke Garden Rapidi Vienës. Ku është finale e kësaj se del ka Betis në finale këtë? Finalja e Conference League nuk e di ku luhet finalja. Kjo ishte në Bilbao. Europa Ligës është Bilbao. Edhe ishte në 21 maj. 21 maj. Zakonisht tot Conference League bëhen kënem duket finale del Basan. Basan Arena. Drejtor, na jep tek shitën e Beauty Point, shumë njerëz presin të lënë parfumet e tyre. Na i tregon vetëm vendet ku gjenden. Dyqanet e Beauty Point janë si gjithmonë tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, por dhe mund të merrni informacione për më tepër në faqen e tyre beautypoint.al, por dhe në rrjetet sociale pa diskutim. Sot një javë në datën 21 Top Albania Radio dhe pasosh ndrohen në zëri kombëtare shqiptare të futbollit direkt nga Wembley Londrës. Jemi në Paso Kuqezi, e ke quajtur drejtor mos gaboj, ose Paso kombëtare. E rëndësishme është që ne jemi këtu për komente që në orën 8, një orë para ndeshjes dhe një orë pas ndeshjes. Do kemi ndryshim orari javës tjetër. Për shkak të ndeshjes, nuk do jemi në orën 6, por do jemi në orën 8. Kështu që ndeshjen do dëgjoni me ne, do jemi dhe në digital. Në të njëjtën orë 8 me 8:30 përpara ndeshjes me një analizë këtu në studio. Pastaj në radio do komentojmë ndeshjen me një koment me 5 veta, si radhë herë. Po. Pastaj do kthehemi prap për të bërë analizën brava, do kemi intervista nga Anglia me po surpriza është akoma surpriza ajo që ndodh ditën e hënë me Digitalbin, me ndeshjen. Surprizën do e mësojmë të hënën në proces. Të hënën në proces. Është një surprizë me s të madhe, surprizë për ty doktor. Shpresojmë gjithmonë surprizë. Eci Blend. Kemi lajmet apo kemi ndonjë informacion tjetër? Kemi edhe pak, ndërkohë FIFA, siç e theti Shpar, pas takimit që bëri Infantino me Trumpin, ka përcaktuar që çmimi që do shpërndaj për botrorin e klubeve në Amerikë do jetë $1 miliard. $1 miliard do shpërndahen për gjithë klubet, 32 klubet që janë pjesëmarrëse në kompeticionin e botrorit klubeve që fillon në qershorin e këtij viti. Skuadra që parashikohet, ajo që do fitoj, parashikohet të fitoj diçka rreth $100 milion. Që është nivel më i lartë se çdo niveli më i lartë i çdo para i FIFA-s. I çdo turneu kompeticioni. Për kaq pak kohë në një muaj, sepse
me Champions League fitojnë ndoshta diçka më shumë se hyn dhe biletat, gjërat e tjera, po këto janë vetëm çmime në bazë të rezultateve. Rregulloi Trumpi. Kemi këtë çmime në bazë kemi në të digital të konfirmuar këtë presim. Abdi Qesin i ka thënë se do vit ju të bëj kontrollin. Ditë më rrezave, pse kanë rritur kaq shumë? 1 miliard e kanë çuar. Se Edhe pensionistët tukë ne thonë kena shpresë të rregulloj pensionet të Pas pak në pjesën e dytë ne do flasim për listën e kombëtares anglis. Sot Tuchel ka bërë një 5 minutë një prezantim të gjithë lojtarëve që ka marrë në kombëtare për 2 ndeshje që zhvillojnë ata me Shqipërinë në datën 21 dhe me Letonin në 24, në të dyja ndeshjet që do luhen në Wembley. Ndeshja e parë pritet me shumë interes që do jetë ndeshja me Shqipërinë. Ai sot tha në konferencë që Shqipëria ka një skuadër të rrezikshme, sepse ka individ tha që mund të na godasin në çdo moment. Ka mungesa dhe Anglia në listën e vet, ndërsa Silvinho nesër në orën 11 ka lënë një takim me gazetarët për të publikuar listën e tij për këto 2 ndeshjet e para, për Anglinë dhe për ndeshjen e dytë me Andorrën. Pse kaq vonë? Se din akoma ai, Jo, po se din listën. Nuk besoj që është Nuk e vonë. din ndoshta listën akoma. Shiko, përgjithsisht se kanë thënë. Përgjithsisht listat dalin të premten. Sot Po është Manush, dita. e dëgjon çfarë doktori? Po. Se kanë dhënë akoma Silvinjës listën thotë. jo, ai sot e ka të qartë, unë se di çfarë zëra shkatën adheshëm, na jepni një zë që ta dim që Ka dyshime sepse për shembull disa prej lojtarëve janë sigurt që nuk është, duhet të dim pak. nuk i dihet. Ja, brojas duhet të jetë për shkak të timit, është E diskutojmë. çojnë. Pas pak do bëjmë një lidhje me Ylliakët, na shpjegoj pak elementet e kampionatit anglez që do t'i bashkohen kombëtarës dhe do analizojmë dhe kombëtarën pjesën e dytë. Rikthehemi live në Top Albania Radio, jemi në paso po ashtu dhe në digital, për ora eksakte është 7:06 minuta. Dhe na vjen vetëm nga Verde Watches, ora e saktë. Verde Watches, firmat më prestigjioze, aty bëni dhuratën për të dashurit tuaj. Mos e harroni, Verde Watches. Siç ju thash, do flasim tani për kombëtarën angleze, pasi trajneri Thomas Tuchel ka bërë listën publike, na është bashkuar dhe Gens Gjika, drejtori i promocionit digital, do na thotë për ca evente në muajin mars, po ashtu dhe çfarë na pret përpara, pasi do jetë një fundjavë shumë e bukur këtë javë, apo jo? Patjetër. E zjarrt. E zjarrt do jetë. Me Do ketë brenda trofe. Vetëm afro pak e mikrofonit kur flasësh, se trofe. duhet ta ndash me gëzimin mikrofon. Po, domethënë kjo fundjavë do jepen trofe, do ketë adrenalin, do ketë derbe të fuqishëm, domethënë do jetë një fundjavë me spektakolare. Kur ta kemi Ylliakën Kloj më thuaj që të bëjmë një rezume për Anglinë, por anglezët kanë marrë 4 portier. Jordan Pickford, Ramsdale, Henderson dhe Trafford. James Trafford, portieri i Burnley. 4 portier, nuk e di, po nëse kështu ka vendosur Tuchel. Në mbrojtje Walker, Guehi, Reece James, Konsa, Colwill, Livramento, Burn, Quensa, që është për herë të parë, dhe futbollisti 18 vjeçar i Arsenalit Lewis Skelly do jetë gjithashtu në kombëtare. Në mesfush zëvendës kapiteni Jordan Henderson i Ajaxit tani, Declan Rice, Bellingham, Palmer, Eze i Crystal Palace, Curtis Jones i Liverpoolit dhe Rodgers i Aston Villas. Në sulm janë Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden, Jarrod Bowen, Gordon dhe Solanke. Një super skuadër na pret në Wembley ditën e Aça i premte. bëjmë ne këtyne, aça do kënaqet. Ylliaka, jemi ne? Rami me Aslani do kënaqet me këta emra që të ti, që mu duket gjithë emra lokçarësh. Kloj, po dëgjoj një zhurmë makine, është Ylli apo jo? Përshëndetje. Po na përshëndet pra Ylli se na vonove shumë përshëndetje. Çfarë nuk e di çfarë Ç'është prisje. kjo, çfarë me sfushë kjo Maga? Mi thyer me sfushën të lutem, me sfushën, me thuj çik. Apo pjesën e Anglisë. Zoj ta ndërprisje, ja. Shiko, edhe po dëgjoja sot se anglezët po ankoheshin sepse na mungon Alexander Arnold, kemi mungesën e Sakas. Kishin disa mungesa të vogla. Imagjino se çfarë skuadre kanë dhe pastaj ankohen për mungesat. Çfarë duhet themi ne pastaj? Shoqëror ato burr, se kanë aty ke grumbullimi ose i mungojnë fushë. Edhe ne themi na mungo pa të panë. Ylliaka. Thomas Tuchel nga fillimi i timit e kalendarit ka qenë gjatë kohës në morinë e ndeshjeve të Premier Ligës për të vëzhguar elemente të cilët do të ishin në dispozicion të tij për të marrë edhe emra të ri siç rezultoi me të paktën 4 zgjedhje që do të jenë për herë të parë. Premier Liga sigurisht që të ofron mundësinë pafund edhe nëse ke mungesa mjaft të rëndësishme, mjafton të vesh dorë një lojtari edhe nëse luan me Crystal Palace apo me një skuadër të vendit fundit, dhe përsëri do të jetë një lojtar i niveleve tepër të larta. E tillë është Premier Liga që prodhon cilësi të jashtëzakonshme.
Do të kemi ja vështirë me cilin do që do të jetë në fush nga zgjedhjet e Tuchel, se pavarësisht se ka emra të rija, i boshti i skuadrës është i njëjtë me portierin Pickford, me Walker, me Mark Keane, me Leri Colwill, betet një surprizë mbrojtësi majt, nëse do të aktivizojmë mbrojtësin e Arsenalit, Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, mes fush Kane, Rashford, Foden, do duhet të jetë formacioni. Po, presim edhe zgjedhjet. Sot Gazeta Sun ka bërë një parashikim se si mund të luajë Anglia në ndeshjen e parë. Domethënë duke parë lojtarët që ka grumbulluar Tuchel në për këto dy sfida, ka thënë që ka shuar një formacion i mundshëm. Thot Pickford në port. Në mbrojtje, Lewis Skelly krau majt, Burn i Newcastle dhe Guehi në qendër, Walker krau djath. Në mesfush, Rice dhe Henderson dhe pjesa përpara Bowen, Bellingham, Palmer dhe Harry Kane. Mendon që mund të filloj me Bowen apo mund të jetë Rashford? Si mendon ti? Si mund ta nisi? Jo, realisht ka qenë surprizë fakti që riktheu Rashford pas një periudhe të errët tek Manchesteri me transferimin tek Aston Villa. Po ka bërë disa ndeshje të mira javën e fundit. Ka bërë disa ndeshje të mira, duke sigurisht është zgjuar. Phil Foden nga ana tjetër duke luajtur për sezonin tim të dobët tek Manchester City. Bashkë ngjitur asaj situate që skuadra Guardiola kalon. Kështu që nuk do të çuditesh sepse kapiteni i West Hamit është një lojtar mjaft i rëndësishëm, sidomos që në të djathtë që zhvendoset me shpejtësinë qendër, ka goditi nga distanca. Mbetet realisht mund të jetë një alternativë. Një pyetje tani për ty. Duke njohur këtë Angliti, ku mendon që është pikë dobët, një pikë dobët, se s'po them pika më e dobët, po një pikë dobët kur mund të jetë? Që mund të kenë probleme këta. Glendi realisht mendoj shumë vështirë këtë ndeshje. Mos harrojmë që dyja që kemi luajtur në Wembley, dyja jemi mundur 5-0. 5-0. Do të bëjnë ndeshje të parë me trajnerin e ri, do të gjithsesi të japë mesazhet e tij. Gjithsesi, nëse do të jetë një mbrëmje jo në fati 100% që kuqezi, se jo mund të jetë një ndeshje që je i suggestionuar nga anglezët Aga. Fakti që ti merresh me kampionatin anglez të bën që të mendosh pak kështu. Unë mendoj që ka fragilitet frikshëm kjo Angli, ka laguna të jashtëzakonshme, shoh hapësira ku Barami mund bëjë një çudi me Aslanin, Hasani mund bëjë një gol nga ato të vetat ke 16-qa, kështu që nuk e di, po këndvështrimi im dhe nuhatja që kam sot një para ndeshjes është kjo. Sidomos Hasani është super formë, Hasani është super formë. Edi, Anglia në Europiane të punë gjitha ndeshje nuk bërë asnjërin në lartësi të opinioni e priste. Kështu që nëse do të jetë i njëjti nivel, pse jo, do të kemi edhe ne shanset tona. Liverpoolin me Paris Saint-Germainin e pe zoti Aga? Pash. Çfarë ndjesie të shkaktoi ai Liverpooli i madh i jashtëzakonshëm i Premier Ligës javë pas jave në një përballje si ajo? Ka qenë ndeshjet më vështira që Liverpooli këtij sezoni ka luajtur, nuk e kam parë në asnjë moment më në vështirësi se në dyja duelet me Paris Saint-Germain, por nuk vetë se ka një lloj krahasimi në raport me atë që ne presim javën e ardhshme. Ne do të mundohemi të japim më të mirën tonë, nuk do të mungojë as angazhimi, as impenjimi, as dëshira. Manushi ngatron. Paris Saint-Germain me ekipin ton. Po flasim për një ekip që ka 10 vjet që ka harxuar miliarda. Mezi erdhi dita të lavdërohen njëra. Kurse neve thot ai t'ia shkëpim se Liverpooli tregoi që u zvogëlokër ke shumë kollaj. Patjetër, mjafton të kesh freskinë që ka Shqipëria, dëshirën dhe energjinë që ka Shqipëria, trendin që ka Shqipëria dhe ndoshta edhe fati me vetë dhe mund ndodhi çudia në Wembley. Mos harroni, vim nga Wembley nga goli të Vollarit, edhe patricitë historike, edhe patricitë historike që kemi pas golit. Po gjithë po, mas neshë bi urt pasaj. E ke pa, do shikosh mas neshë Manush, Manush. Zotri po ngroh motorët. E kemi një Manush para neshës. Ky do ma visim un koment, ky do shqetësojnë koment gjithkohës. Ti do mulesh mos e kështu politik. Ja kështu bëjnë tash patriotë. Bëjnë sikur duan Shqipërinë, edhe thonë që ja do e kapim. Do kërkojmë falje ditën me Kroacin. Ose ishim këtu ndeshje Shqipëri-Kroaci? Ishim këtu. Po. Kërkoj falje mas ndeshjes të Kueruate. Bëra kërkova falje. Më themu Kueruate. Ja, mos je mirë më vot çfarë. A them mas ndeshjes shumë. Ç'është falje më Manush? Falje është fjalë madhe. Nëse do të thotë falje. Patë një lloj të rreqe nga ideja fitestare. Po, një herë do ja shkrepësh ti. Po mund ti të kjo pra. Po ti s'fole më pastaj me Spanjën B, që na fali. Si ishim në radio, ishim në televizor. Me Shqipërinë. Ishim në televizor. Lajmi i fundit. Nesër Armando Broja do jetë në stol me Evertonin. Ishte para fundit ky se. Këtë dieshë. Stol. Do të thotë që është gati për të luajtur.
Do të thotë që është dhe ke lista e Silvinjos i bie tjetër. Qofse ai nesër. Jo, ke Lisa Silvinjos e hoqën ata. Me kombëtaren si e gati deri Aga duhet të di. David Moyes ka thënë, trajneri i Evertonit. Lojtari është stërvitur shumë mirë këtë javën e fundit me skuadrën. Nesër ai do jetë mund të jetë në stol kundër West Ham. Po. Dhe është me shpresë që mund të jetë me kombëtaren në impenjimet ndërkombëtare. Kjo pra, që ka lajmi? Aga. Ja ku e ka faqja e Evertonit. Ajo që unë kam informacion është që komunikimi me Brojën, me stafin ka qenë në mos i përditshëm, i pandërprer për të mësuar etapën dhe mundësinë kur ai do të mund të jetë rikthehet në fushën e lojës. Me rregullore, lojtari në çdo rast duhet të jetë në dispozicion të ekipit kombëtar për të verifikuar dhe nga stafi mjekësor, por bashkëlidhur të dyja informacionet, besoj që Broja ka një shans që në listën që trajneri do të zbulojë nesër, të mund të jetë i përfshirë në lojtarë që të jenë grumbulluar. Për thënë vërtetën, me këtë lajm një problematike marr shumë informacion. Që kemi në repartin e sulmit. Dhe Evertoni ka dhënë flamuri shqiptar këtu. Është një postim i Evertonit. Flamuri shqiptar dhe Broja në foto. Që do jetë nesër në stol. Kur e kishim Brojën shëndoshë mirë, e çuam tribun. Tashi që Broja luatet, merremi me Brojën gjithkohon. A mban mend herës tjetër në Angli? A ishte mirë nga këmbët e nga koka e nga trupi? Jo, gëzim edhe atëherë ka qenë dëmtuar. Si ishte dëmtuar? Ka qenë dëmtuar, nuk po ke gabim Oli se si ishte dëmtuar fare, atëherë doli që s'kishte qenë dëmtuar. Një Armando shkoi lart, një Armando zbriti poshtë, po ta mbash mend Anglin. Jo, po e mbaj më pa ishte dëmtuar, nuk erdhi grumbullim me skuadrën, e priti skuadrën në Angli. Skuadra sigurisht e pa. Ky zëri branchëm Ylli, është zëri federatës, ky shpirtëror ky zë. Po lëre tani. Mund të thësh çdo gjë më gëzim. Branchë tu në zëri. Ku e kemi këtë Evertonin? Çfarë është nesër Evertoni më? Nesër, Ylli, çfarë është Evertoni nesër para se ta shohim? Everton do të jetë ora 16, se nuk jam për momentin. Ora 16 do të jetë. 16. Evertoni me West Hamin nesër ora 16 në digital, kështu që syt aty për të parë testonin nëse mund të luajë digital mbi pason se ka ardhur dhe programacioni këtu. Lajmin për Brojën në listë do ta shohim që në orën 11, se trajneri do flasë 11, pastaj do shohim se çfarë ndodh gjatë fundit. Por fakti që ai rikthehet për të luajtur me West Hamin ka shumë shanse që ai mund të luajë edhe pak minuta me kombëtaren, se nuk besoj që. Po pse më do ta bëj pyetje se më shkatroi Gzimati. Më fali çik, o zotri. Gjim shitin, a e kemi nivel Champions League? Aslanin, e kemi nivel Champions League? Hasan, e kemi që po shënon me stilin e vet. Bajramin në Europa League. Bajramin e kemi në Europa League. Luçin me këto çunat e koshës që vrishin gjithë për Champions League. Tani ideja është kjo. Ça kemi ne më pak se ata? Mund ta shpjegosh zotri? Më pak se ata. Çfarë kemi? Çfarë kemi më pak se ata? Manush, jam i vetëm ti u kupton. Jam i vetëm gjithkohës. Manush. Shkurtimisht. Anglia është vendi 4 në botë, ne jemi vendi 65. Vlera e lojtarëve të Anglisë është 1 miliard euro e jona është 90 milionë euro. Ndeshja luhet në Wembley, aty ku prezantohet për parë trajneri Tuchel. Peshorja anon e gjitha nga ana e Anglisë. Ne jemi me atë pjesën që ti jetë me zonë vazhdimisht, ne nuk duhet të kemi asgjë për të humbur. Lojtarët tanë do ta shijojnë dhe skenë të madhe për të më të mirë në tyre dhe me ndihmën e fatit dhe të Zotit se jo inshallah. Ja, këto janë fjalët që donim gjonim nga Ylli Aga, drejtori digital. Ti bëj një pyetje të fundit. Një pyetje të fundit në lidhje me nëse ka ndonjë informacion kush mund të jetë ndonjë futbollist që mund të jetë surprizë nesër në listë. Ke lista e Silvinjos. Ke lista e Silvinjos, po. Realisht Gendi kam ato pritshmëritë e mia sepse që ishin 42-43 lojtarë që ka shkuar ato ftesat paraprake. Edhe do të jetë një shpije për të parë se cilat do jetë zgjedhjet finale, sepse ka patur disa lojtarë të dëmtuar, lojtarë që kanë marrë pak minuta në ndeshjet e fundit. Mos gaboj edhe Bare kishte thënë ka marrë listë, ka marrë ftesën, por jam i dëmtuar. Po, atë Bare ishte Po Mehmeti ka marrë ftesën, Ylli? Kush? Mehmeti që luan në Angli. Nuk dihet akoma, domethënë. Jo, unë që është në listën paraprake. Është në listën paraprake, sepse është gëzon një formë shumë të mirë për momentin, është duke luajtur shumë mirë.
Edhe Ylljaka, me që ju në timon, t'jap një këshill vllai, mos saro asnjëherë Optika Universal me 3 pikat e saj kryesore, një ke bloku, një në Kambës dhe një në Fushkruj. Ke edhe Universal Eye Hospital. Ti, mik i dashur, meriton një palë syze nga Optika Universal. Dhe mos haro, javës tjetër jemi bashkë për ndeshjen e madhe. Tënde Manush për ta shfrytzuar këtë rast në Optika. Je shumë i madh. Dëgjoj, pa surprizë, po vjen surprizë madhe nga Digital. Me një kuqezim ndryshe këtë vit do na befasoni, po si s'del një informacion sa të poshtë jeni. Mos tregoj. Je komplet në DT 105 je Ylli. Çdo gjë underground do bën. Do dalë një model i ri që leshe. Mirë, falenderoj Ylli për çafat. Falenderoj të gjithëve. Për çafimet dhe fjalë. Diskutojmë pak edhe në studio në lidhje edhe me kombëtaren ton. Do kemi transmetimet e kombëtares në javën e ardhshme, Genci. Përveç kombëtares do jetë Kosova me 2 ndeshjet me Islandën. Kosova sot ka bërë publike dhe listën. Listën që do ketë për 2 ndeshje me Islandën, do jenë 2 sfida brenda 3 ditësh. I kemrat e Kosovë? Po. Leti ju jap dhe sepse kanë një bashkëpunëtor ndërkohë që Kosova ka një Shqipëria do jetë domethënë me 2 ndeshje dhe ndeshjen me Andorrën këtu. Kosova ka një problem që ka mungesën e Zhegrovës, sepse është i dëmtuar. Kosova ka grumbulluar Saipin, Muric, Bekaj në port, në mbrojtje Vojvoda, Adërgjonaj, Rahmani, Krasniqi, Delova, Aliti, Hoti, Paqarada, Rudhani dhe Gallapeni. Në mbrojtje në mesfush ka Krasniqi, Sahiti, Berisha, Demaku, Rexbeçaj, Emërllahu, Zabërgja, Abdullahu, Milot Rashica, Fisnik Aslani, Florent Muslia, Albion Rahmani dhe Vedat Muriqi. Këto janë lista e mesfushor sulmues, pa ishin gjithë grupi i fundit i skuadrës. Por nuk luan Zhegrova, është i dëmtuar, nuk ishte as me Lille në Champions League, kështu që është mungesë e rëndësishme. Por përballë Islandës do jenë 2 takime, duket njëri është ditën e njëjtë në orën 20:45 me datë 20. Tjetri duhet të jetë të dielën, mos gaboj. Domethënë, të njëjtë të diel janë 2 ndeshjet e Kosovës, që do transmetohen ekskluzivisht live në Supersport. Do ketë një emision ndoshta nga stadiumi atje për të mësuar gjithë intervistat, gjithë gjërat e tjera çfarë do ndodhin atje. Ndeshja e parë është me datë 20 edhe kthimit me datë 23. Kështu që do jetë një fundjavë me Kosovë, me Shqipëri, me ndeshje shumë të rëndësishme. Mos Kosova që luan për Nations League, duhet ta theksojmë këtë. Është play-offi i Nations League, pra nëse fiton përballë Islandës ngjitet një kategori më lart, aty ku ishim ne vjet. Shkon në Ligën B, siç quhet ndryshe. Glend nuk ka mbaruar këtu sepse Supersport Digital do transmetojë edhe fazën e 1/4 të grupit ta të UEFA Nations League, që janë super ekipet e botëror, pra kampion bote. Kemi ndeshjet domethënë Itali, Gjermani. 4 ndeshje në 3 ditë. Edhe këto do të luhen në datë 20 dhe 23. Pra, me datë 20 mars. Pra, të të diel. Po, luan Itali, Gjermani, luan Holland, Spanjë, Kroaci, Francë dhe Danimark, Portugali, që është faza e 1/4, pra faza 1/4 e grupit ta të UEFA Nations League, që janë super përballje. Ai mezi preta të Holland. Kampion bote. Holland, Spanjë, është si finalja e 2010-s. Por mbamën pritjen e Kasiasit, si sa më. Nuk harrojnë edhe holandezat edhe pritja. Qitja i Robeni. Qitja 1-0 gati aty. Bledu do të shtoja edhe pjesën sepse kemi fundjavën para. Kemi formulën, a? Kemi fundjavën para. Nesër në orën 6 të mëngjesit, nesër. Para se të kaloj te Formula 1 se i kam dedikuar një pjesë të veçantë sepse e meriton, sepse është herë para është ekskluzive në digital, nuk do ta shikoni në asnjë ekran tjetër përveç në kanalet Supersport 2. Por fundjava pra që na pret, pra e diela, sidomos dita e diel është domethënë e fuqishme, është spektakolar, është gjithë adrenalin. Rreshtojmë. Kemi finalen e Carabao Cup. Pra finalja e parë e sezonit në futbollin anglez. Liverpool Newcastle do jepet trofeu i parë. Dhe kjo luhet me domethënë të dielën në orën 17:30 Supersport 2. Duhet dim që Newcastle vjen nga një super form, Liverpooli është mbajtësi i trofeut, pra e mbron këtë trofe dhe do ketë një përballje po në Wembley, që është djepi i futbollit, do jetë një përballje spektakolare. Ndeshje teke. Është ndeshje teke, pra është finalja e Carabao Cup, e Kupës Ligës, si mund ta quajmë. Kupa Ligës. Po, gjithashtu kjo ndeshje pra luhet në orën 5:30, ndërsa ditë e diel. Më përpara kemi pra në orën 2:30, ditës diel kemi North West London Derby, Arsenal Chelsea, që është vulkanike. Arsenali Fulham. Pavarësisht se Chelsea do të thonë është aty, pra ka hyrë në zonën Champions, pra e ka lënë City më mbrapa,
Arsenali është Arsenali, dihet, dhe do kemi një, domethënë Chelsea do luftoj që mos lëshoj pra të ngelet aty ku është në zonën që duhet dhe do jetë një përballje për mua shumë spektakolare. Por nuk mbaron këtu, kemi një derë tjetër Londines Fulham Tottenham. Fulham Tottenham. Po. Pra, këto janë gjithë ditën e djetë. Shkota një ndark aty ku intereson Manushit. Kemi dhe do ndrosh më ndrodhe kampionat. Do ta ndrojë kampionati, po të marrojmë me anglesin më. Kemi dhe Leicester Manchester United. Por të shkojmë ke Manushi. Kemi disa e dieve fat edhe Atletico Madrid Barcelona. Edhe Europa Ligën e keni bërë sipas stilit tuaj. E keni bërë emocionuese në mënyrë të frikshme. Edhe po mirë, pse janë skuadra spektakolare. Manchester United po. Është bërë shumë e bukur them dhe dje po shijoja të Bilbaon me komentin e Glendit në mënyrë të jashtëzakonshme. Që ngatruar orarin. E prisja 21, kur më thonë kush po e han ajo, po han kjo shapu televizorin, po han Roma. Tani thashti, po pse s'më thua për zotëri thash që Manush kemi ekipin tënd, Atletico Madrid Barcelona, si e mendon? Çfarë ditë dhe çfarë ore? Të dielën orën 9 e ke. Çfarë ka më të rëndësishme se kjo? Nuk e di, ti do më thush. Të dielën orën 9 gzim, që ka gjë e madhe. Dhe luhet në Metropolitan. Po. Tash Barcelona është një pikë para, por më duket se është një ndeshje më pak, më duket. Apo jo? Gendo. Një ndeshje më pak. Është një ndeshje më pak. Tash vetëm se Barcelona e gjen Atletikon të dërmuar, them. Pse? E lodhur. Pse më? Ku lodhen ata? Ja, e lodhur do jetë, Ai ka bërë 120 minuta me Real Madridit, e stresuar, ky gabimi ke penaltia, domethënë janë gjithë faktor, por është ndeshje shumë delikate sepse po Reali ku luan në fundjavë mundet aty iku kampionati. Po Reali ku është fundjavë? Reali është shtunë në orën 6:30 me Madrigal, stadiumi Madrigal me Villarreal. Është Villarreal. Sot është ankuar Ancelotti në konferencë shtypi, ka thënë atë 72 orë nuk kemi pushim. Nuk është ndeshje lehtë, mendoj Glen. Është shumë delikate sepse Villarreal është vendi 5 në renditje, me shumë mundësi Spanja do e fitojë dhe vendin e 5 në Champions League sepse i dha një goditje Italisë të vit, kështu që do të çojë 5 ekipe vitin tjetër në Champions. Në këtë kuadër bëhet i atraktiv vendi 5. Barcelona, Atletico, Bilbao shkon dhe vendi 5, që është Villarreal për këtë moment. Pra vika me të vërtet një skuadër e vështirë. Se nuk mbarova se çfarë formën Paris Saint-Germain që bëri atë që bëri, por kemi edhe klasikën e Ligue 1-shit, pra e kampionatit francez, PSG Marseille, e cila luhet po të dielën orën 20:45. Pra kemi televizora do duhen. Kemi, domethënë kemi vetëm kush luan Marseille. Le klasik. Duhet edhe televizor dhe gra. Ku ka televizor do të ketë gruaja do të fikë. Ti kush është trajneri? Se këtë problem kemi televizor me një gru një gra sa e madhe kjo. Duhem parë se po ke intervista e Ancelotit dëgjova disa gjëra shumë bukura. Ai thoshte, mezi po e pres ditën e hënë. Që është dita pushimit tha. Unë të paktën tha do bëj 2-3 ditë pushim, do jem shumë i qetë. Se është një periudhë shumë stresuese me ndeshje çdo 3 ditë. Po s'ka mes javën tjetër nuk ka Champions League dhe gjithçka. Kështu që është delikate shumë. Ndoshta për lojtarët jo shumë se ata do kthehen me ekipet kombëtare. Për trajnerin është mirë, domethënë një fundjavë pak pushim pas një mesjavë Champions League shumë e fortë dhe kompeticionesh evropiane. Supersport nuk transmeton vetëm futboll, dihet, pra kemi edhe tenisin. Është finalja e ATP Indian Wells, tenisin. Kjo është shumë interesante. Është Indian Wells, e cila është po dielën në orën 10 dhe me shumë gjasa mund dali Alcarazi me Medvedevin, duket. Nuk e di, se unë nuk jam shumë. Për këtë finale ditën në proces dhe Arbakalli se ka një javë që ka prenotuar. Diela është vetëm finale, trofe, e kupton. Lista tha dhe Indian Wells, këto janë dy temat që duhet të flasim. Përgatitu se ka i palë shkallë vështira këtë radhë. Duhet ta lësh flasi, duhet ta lësh flasi. Po patjetër më gjithmonë në zonjëri. Okej. Dhe nëse më leoni dua t'i rezervoj pak kohë Formula 1-shit. I frikshëm ky bloku, jo, ti frikshëm. Po, po me shënit. Drejtori i shkollës vjetër, nuk ka besim ke teknologjia. Ka ardhur dashur miq me një shkollë me shlime stilolaps. Edhe unë vetëm aty besoj. Je pak orare, dëgjoj. Gjëja e parë që pyesja unë për formulën është orari. Se nga që bëhet në vende ndryshme të botës, orari është domethënë nesër është orën 6. Nesër është, jo, provat zyrtare janë, domethënë të shtunën në orën 5, në orën 6 mëngjes, në orën 5. Nesër është të dielën në orën 5 mëngjes. Gara të dielën në orën 5. Do të më vonë zilën. Desha shtoj çik për Formula 1. Do të thënë gjithmonë në orën tonë, se siç ndodhi këtë javë gjë të bukur me orën e Greenwichit. Kishte një provim online për të dhënë çunim. Po i kishte në Holland, edhe kisha ardhur njoftimi që provimi është 6:30, po me orën e Greenwich, si thonë disa gjëra kështu ndërkombëtare, sa ish provim për gjithë botën ndërkombëtare dhe varet në fashë orare. Po. Ky kapi 6:30, shëvon zilën 6:30. Kur shef provim fillon te 7:30, fakt.
atë të gjys fare, se ishte një kështu ndrimore. Prandaj do të qartësu mirë orët. Ne do të themi që orën tonë, në orën 5:30 gjoni dhe shihni në orën tonë, në orën 5 mëngjesit. Në 5 provat zyrtare nesër në orën 5 mëngjesit. Më fal në 6 dhe gara të dielën në orën 5 mëngjesit. Tani gara fillon 5, po transmetimi fillon pak më shpejt. Desha të shtoj për këtë se jam i apasionuar mas Formula 1-shit si dhe te futbolli, po jo sa futboll, po jam shumë. Thon ekspertët, kam lexuar që do jetë kampionati më spektakolar i 30 viteve të fundit. Për arsyet që Hamiltoni ka shkuar tek Ferrari. Është 40 vjeçar, por ka 7 titull kampion dhe do luftoj që të kapi 8-ën që domethënë t'ia kaloj Schumacheri. Ta shikojmë sepse sot ka thënë te Gazzetta dello Sport Italia ti amo. Po, ka thënë sot. Dhe mamaja tha, italianët janë, po. Tashi Max Verstappen që është kampioni i botës në fuqi, që është Mad Max, pra Maxi i çmendur që nuk të fal, nuk të le, është 27 vjeç, por do që të fitoj turneun e mbajnë disa gjëra në pjesën e fundit. Po zotëria, keni reklaman digital në Eriu? Shkojmë pak në publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit, bëjmë dhe lidhjen me Tan Stokën se po na pret. Kjo kënga tregon melankoli, dhe po ta shohësh lukun e saj sot e dhe melankolike. Sa thua do pse të kapur një melankoli. Ka shumë punë, ka shumë punë. Shoh vetëm punë nuk shoh, po shoh një fundjavë të zjarrt tek loja ashtu. 3 informacione të vogla. Gruda do jetë me Gjermaninë 21 vjeçarët, pra ende pezull situata. Kur shkon me 21-shin ka akoma mundësi për të ardhur me Shqipërinë A, por duhet pritur. Po fakti që është prapë me Gjermaninë tregon që ai ka synimet për më shumë për ande. Bruti do jetë nesër në listë dhe Rocco Vata ka pranuar ofertën e ose thirrjen e Irlandës. Lista ska dalë. Pse do jetë Bruti në listë? Sepse kanë dhënë me urgjencë dhe pasaportën shqiptare. Ne s'di emër tjetër dhe tani dim që kanë pasaportën shqiptare. Po të shohësh në atje, po të shohësh në atje. Gjithë bisedat me atë kanë qenë hajde se do të fusim listë për një herë. Po patjetër, vetëm që dihet që ka qenë po pse merr pasaportën? Ai fakti që vodi kjo tim çadani, ti bishin qaf dikujt tjetër dhe do të ai lë shpresat me strukturën si kapiteni shpresat e Kosovës pa ndeshje. Ska një ndeshje me shpresën ka luajtur fundi fundit. Çfarë lojtarë është ky? Mirë tani do të ta shohim. Ne s'po marrim Zegrov. Këtë pjesë të trajnerit, po marrim lojtarë që me emër e bën ne, që merret me këtë gjë. Neve nuk e gjykojmë dot, po shpresojmë të jetë siç apo shkruaj. Ka bërë shumë mirë që ka zgjedhur kombëtarën shqiptare, edhe për neve është shumë mirë sepse kemi një proporcim në atë pozicionin e Ramadanit atje, ke 6-ta. Nuk e di se si do të evoloj, atë që ka treguar deri tash me shpresë nuk është se ka qenë një gjë e zakonshme, por lojtarët e mëdhej bëhen natyrisht edhe për gjatë karrierës më të mëdha. Ne edhe në proces gjatë javës kaluar mbajtëm një linjë që shumë mirë që vinë, dera është hapur për gjithë pa diskutim. Por ama kemi të drejtë themi që trajneri kombëtarës ton merr një lojtar nga kampionati i Kosovës, një skuadre jo nga më të mirat e kampionatit, dhe nuk vjen asnjë lojtar nga kampionati jon, po themi, ha? Ose mirë nuk vjen një ri kaq premtues nga kampionati jon. Reflektojmë këtë problematikë. Kemi një keq të drejtë për ta kampionati jon nuk prodhon më. Nuk është fare, arrim në komision të lidhur që na bëjnë duhet parë në dy këndvështrime. Jo, fare, s'është fare brutit jo. E para, kombëtarja 21 e Kosovës ka një lojtar kapiten që e kanë kampionatin vendas, që ne nuk e kemi te kombëtarja jonë 21 vjeçarëve, dhe atë e sjell në kombëtarën e Shqipërisë. Domethënë ai është zgjedhja vetë kanë sjellë ata. Dakord, Jo, Tori, se nuk e di. Zgjedhja vetë, zgjedhja mund të ketë gjithë. Ai është kërkuar nga ne. Se s'ka ardhur me frymën e shit. Se mund të kërkoj edhe unë të luaj kombëtar, të luaj dot. Lena Trost, Tori, ke marrë Lena Trost tani edhe. Tan Stoka, mi mbrëma. Ti, Tori, kam përshtypjen që nuk është shumë saktë ajo që bën shumë mirë që zgjedhin Shqipërinë. Po pse më shumë mirë? Do ishte gabim që zgjedhin Kosovën. Po dhe Kosovën shumë mirë. Ne zgjedhin këtë duam. Me qenë shqiptar, mos me qenë danes. Ore le të zgjedhin këtë duam. Unë kisha mendimin tim, por nuk kisha atë hënën. Ja, kjo është që do të vlen. Neve si promovues të futbollit shqiptar që jemi në proces sportiv, duam që të marrim lojtar nga vendi. Nuk duam lojtar koçë. Ne duam të rritet futbolli në vend. Ti merri ku duash, po të rritet ka element. Ti nxjerr vendimin për një me tuaj. Ti në listë nuk merr lojtar shqiptar, atëherë pse e vazhdojmë të kampionat? Pse e vazhdojmë? Kjo është temë tjetër. Edhe unë do isha ta heqim fare se kampionati. Ai kampionati vlen më tani çfarë? Ti lojtarët ti do të gatshëm, do t'i marrësh gjitha nga Kosova lojtarë. Edhe drastike është, po Rocco Vata ka pranuar thirrjen e Irlandës. Nëse luan në ndeshjen e radhës, qoftë edhe 1 minutë, nuk është surprizë sepse Stoka me që ti je në zonën e më fal doktor? Do të thosha kjo Rocco Vatos nuk është surprizë sepse kemi kishte disa alternativa për të luajtur. Jo, po ka shumë vite që Jati e ka thënë ka deklaruar me Shqipërinë, me Skocinë, me Irlandën, domethënë luante me disa kombëtare. Por Rudi Vata ka deklaruar para shumë viteve ishte akoma minoren.
dhe ka thënë që ai do të luajë, nuk do të zgjedhë kurrë kombëtare shqiptare, do të luajë për Irlandën. Dhe normalisht ai është gjysmë shqiptare. Nuk e gjykoj se cili bën zgjedhjen siç i do vet. Edhe Irlanda nuk është nesër pas nesër nuk po zgjedh. Nuk po zgjedh vendin ku ka jetuar, ka shëritur gabim dhe ka bërë shumë mirë që ka zgjedhur, sepse nuk e besoj që në futboll nuk shoh më tradhti, po inshallah edhe interesa këto. Me të gjitha kombëtarët që janë, se ai ka mama skoceze dhe njësoj është mama me baba. Ta stoka, e rëndësishme para se të ndryshësh kjo dhe vetëm kjo, me që ju aty bëni shtëpi të reja në Sauk, edhe fshatarët dhe qytetarët e asaj zone blejnë rubineteri, ti e di se cila është ajo që duhet blejnë ata? Top standardi. Si ka mundësi që ti më befason? Si su kape njërë. Mos janë ndani top standardi. Ta stoka. Atëherë, do t'ju them dentistin, shumë respekti, por Rocco Valladatis nuk e zgjodhi Shqipërinë. Se tu nuk ka meritokraci. Pra nuk do ta kishin futur në informacion. Fal, nuk e ka zgjedhur, unë thash që ka qenë vendimarrja e teatrit, ka deklaruar Rudi Vata 8-9 vite përpara. Rudi Vata i zënd kjo gjë. Që djali im nuk do të luajë. I zënd, Rudi Vata i zënd. Do të ai luan për Irlandën. Jo se ka një problem, po problem. Ai do të thotë të Po pse? Ja tani unë jam dakord me ty. Unë jam dakord me ty. Se ke kuptuar tani as ti. Po pse? Ai s'do luante informacion thot. Nuk do e fusni pra se s'ka meritokraci po thotë. S'ka meritokraci. Kombëtarë shqiptarë. Nëse do shkëlqen. Po këtë ide ka tani. Po mirë, okay, nuk jam dakord me mendimin e vet. Pse mendoni që është i mirë, nuk luan informacion po themi. Një lojtar i mirë fiton informacionin. Patjetër. Nuk mund ta ndalosh. Një lojtar që është më dyshje, ai se ndalon dot. Ka një futbollist kombëtar që ti mendon që është në Raku? Thuaj një. Muçit. Sa duash? Muçi as atje s'po luan. Po atje, hahet Aku. Ti është konkurrencë. Kombëtarët tonë mund të bëhet më mirë se një tjetër aty. Mendoj jo. Dyshim është fole. Mirë pa po dyshim është edhe tifozlik. Unë vdes për futbollin që Muç. Po ne vdesim gjithë për atë po. Për llojin e futbollit që bëj. Që ti ka një lojtar që ti thua është shumë i mirë dhe pa ai nuk e fut. Po mirë, ai ishim ne gjithë që tonim këtu hysin e fushë kot kombëtare para ai sezoni që mbante aty. Si rezultoi pastaj? Kur futbolliu që duhet hysaj. Prit se duhet hysaj. Pra, prit se ai shef diçka që ne nuk e shohim gjatë stërvitjes. Megjithatë, mendimin e tanit e respektoj pa diskutim. Stoka. Vazhdo. Po. Lent. Mund të them faleminderit, më thonë shumë njerëz, shumë ishte mi që Formula 1 është rikthyer në digital bjerë. Po. E para herë. Dhe do të thotë zotërisë se po jemi në fakt. Genci Gjika, është ky është personazhi i hijes, ka gjë që nuk e njefti se ai për të paguar të mos Italia është ndarë në dysh, nuk duan që fitoj Hamiltoni, po donin të fitojnë Leclercu. Po fitoi Ferrari këtë vit, do të fitojnë Leclercu. Nuk duan që jilli tyre. Jo keni shumë drejtë se edhe Hamiltoni. Edhe në provat që u zhvilluan, domethënë sot, Leclercu kishte kohën më të mirë. Formula që ka më serioze që mendonin formulën. Megjithatë, unë e kisha në aspektin, domethënë në konceptin e përgjithshëm sepse do jetë më spektakolare se mos harrojmë që është edhe një McLaren shumë i fortë, i cili doli kampion botës si skuadra. Si do zgjidhur pesë ti që ri deri në gjest klubit natës. Mos harrojmë që tek Aston Martin ka fal Manush. Te Aston Martin ju besoj dini ka vajtë magjistar i aerodinamikës Adrian Aston Martin. Te Aston Martin thash, ka vajt Adrian No way. Domethënë që theu çikave tona dhe theu çikave tona, po ne formulën unë jam që në kata nuk kam mungur asnjë garë Formula 1. Bravo. Do të bëjmë spektakolare në digital. O tan Dalina erdhi nga Atalanta. Di si ka ardha apo jo? Ta ndërpreu fjalën. Po e gjetë ti, çfarë ngjyre ka fustani Atalantës? Ke premio. Kanë ngjyrën e ekipit tim Zemës Hollandës. Mos e fut. Po ti dhe në gjotën e shef, që ke paskara, ku ka cila kamerë në shef ky valla. Atalanta, përshëndetje Tanit se. Përshëndetje Tani, si je? Përshëndetje, dhe më që do të mos Big Brother. Big Brother është vetëm Gerta Gixhari. Shi, forca Gerta Gixhari thotë. Forca, jo. Çfarë tha? Thuaj edhe një herë ta dëgjoj Atalanta se dëgjoj. Forca Gerta Gixhari për Big Brotherin. Ne jemi fan klubi Gerta Gixharit. Ai di që do rikthehet deri nesër, di. Po, kemi rikim në Egli, do të diçka shumë interesante për ta. Do jetë gabim. Do jetë gabim thot. Pse do jetë gabim? Shumë gabim. Unë do votoj kundra. Do votosh kundra. Miq, duhet të ngrenë votën po. Edhe njëri që thashë ishte edhe ky që ka Big Brother. Edhe ky që ka Big Brother po kthej. Po, Gerta është shumë e mirë. Tano, pas pak do jesh me Atalanta në Big Brother Radio dhe do futet një miku jot në linjë telefonike nga Përmeti live. Ju mos të qenë Gjermane. Atë duhet të qeshti jo ngjyrën e fustanit. E gjej Gjermane. Ne të falenderojmë që ishe me ne sot.
Shumë faleminderit. Edhe dëgjojmë me kismet javës tjetër. Një kali për Partizan. Atalanta na thy diçka tjetër. Vlen nëse mbaroj Sot të do shtoj të për kemi kanalin. ftuar Bledmanen, i cili është një mik i Procesit, i Manushit, i Jonit. Kontrolloj pak, censuroj se mos flet kot. Ua, që janë ato duan të bëjmë live. Jo në Big Brother ai shumë i saktë. Është shumë i saktë, mbi gjitha ka ato argumentat e tij që gjithmonë Ai ka qellojnë. vetëm një problem kur puthen dy çuna. Se pyet për këtë. Në fakt unë shumica e pyetjeve. Shumica e pyetjeve janë përgatitur për këtë gjë, më vjen keq Bledi, por do të përgjigjem. Atalanta, mezi presim ty makinë që do dëgjojmë ty. Çka ka Fjala e fundit, kanali 4? Gerziga, fjala e fundit. Desha shtoj edhe diçka digital, Supersport digital, që gjithë një mendon për abonentët e tij dhe për ata do hapet kanali 4 The Best, që do jetë nostalgji, do jetë një kanal Si biçim të me jetë një programacion digital, po do jetë gjithë ndeshjet historike të kombëtarës në vite, finale botërore, ndeshjet mëdha boksi, finale tenisi dhe dokumentar mjaft të interesant të dedikuar. Nga prej datës 17 mars. Falenderojmë Gencin, Gzimin, Mentorin, Manushin, Atalanta pas pak, ne do takohemi të premten tjetër në orën 8 live Shqipëri Ta thosh 20 lutem. në orën 20. Angli, Shqipëri nga Wembley direkt. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe miru pafshim. Bye.